2 janar, gëzuar vit në ri të gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen. Ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Shpresat janë që më në fund Departamenti Amerikan i Rubias deri tani me Mec do të godas të smurin e Europës Juglindore, çiftin e përshtirë Ceaușescut modern në Shqipëri. Ç'po ndodh me këtë vit që do të shikojmë në 20 26 nga Doni i Madh. Do të jenë zgjedhjet e mes mandatit, lufta në Ukrainë, Venezuela, revoltat që po nisin në Iran. Sot presidenti Trump në orën 17:30 do të ketë briefing me drejtorin e CIA-s. Borzilok Gabart nuk i afrohet zoti Trump, është kreu i inteligjencës, por në fakt me një prof shqiptar me drejtorin e CIA-s. Zakonisht briefing hearing bëhen mëngjes, por Trump është Mar-a-Lago. Senati dhe Kongresi, ajo që quhet pro forma, fillojnë sesionet. Trumpi i thot Iranit se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme për të bombarduar përsëri. Do të skadojnë subvencionet shëndetësore. Ka filluar epoka Mamdani, një socialist demokrat, në New York. Viti 2025 ishte një vit i gjallë. Edhe viti 2026 pothuajse nuk do të jetë më ndryshe. Vendi po shkon drejt një cikli kritik zgjedhor të mes mandatit që do të vërë në test popularitetin e administratës Trump me publikun dhe do të caktojë zgjedhjet paraprake presidenciale të vitit 2028. Ndërkohë, tensionet me Venezuelën janë rritje, duke rritur kështu mundësinë e një konflikti të plot. Lufta midis Rusisë dhe Ukrainës është ende duke u ndezur, ndërsa e ardhmja e një armë pushimi në Gaza midis Izraelit dhe Hamasit është e paqartë, pasi faza e parë e marrëveshjes së paqes pothuajse është e papërfunduar. Çfarë do të ndjekim interesante në vitin 2026? A miraton Trump legjislacion tjetër të rëndësishëm? Pika kryesore legjislative e vitit të parë të presidentit Trump ishte ajo që quhet One Big Beautiful Bill. I nënshkruar në ligj në korrik, legjislacioni zgjati dhe bëri uljet të përhershme të taksave që Trump miratojnë mandatin e parë. Shtoi fondet për zbatimin e ligjit për imigracionin, zgjeroi prodhimin e naftës, qymyrit, gazit natyror, mbi energjinë e gjelbër dhe krijoi ulje graduale të Medicaid, ndihmës për ata që janë të varfër në Amerikë. Këto ishin masën. Por sondazhet kanë treguar se legjislacioni nuk ka qenë shumë popullor me publikun, ndërsa shumë amerikanë nuk miratojnë trajtimin më të gjerë të ekonomisë nga administrata Trump. Disa republikanë kanë propozuar idenë e ndjekjes së një pakete tjetër legjislative partijake për të adresuar përballueshmërinë këtë vit. Por Trump ka zvogluar nevojën për të miratuar projekt ligje të tjera të mëdha për shkak të legjislacionit për uljen e taksave që ai mori miratimin, dhe udhëheqësit e Partisë Republikane kanë sinjalizuar se çdo paket nuk do t'i afrohet rëndësisë projektit të madh të bukur. Ligjvënësit e frustruar të Partisë Republikane po largohen nga Kongresi. Janë 50 kongresmen të cilët nuk duan të garojnë. Kjo është një këmbëng sepse kjo ka ndodhur në vitin 2018 kur republikanët e humbën Kongresin. A do të vlojë konfliktin në Venezuelë? Përplasja e Trump me Madurën u përshkallëzua vetëm në muajt e fundit të vitit kaluar, por kjo nuk po tregon shenja ngadalësimi. Ushtria amerikane ka kryer vazhdimisht sulme ndaj anijeve të dyshuara për trafik droge
në Karaibe dhe në paqësorin ndor, duke vrarë më shumë se në qoftë se nuk gaboj 100 nga ta që Pentagoni i ka quajtur si narko-terrorist. Kohët e fundit sulmet u zhvendosën tokë, ndërsa CIA kreu një sulm në një strukturë portuale venezueliane që besoi se përdoret nga banda transnacionale. They haven't changed in 100 years, and if not before. So I consider that the United States has not paid enough attention to the Balkans. I did get involved a little bit myself in seeing if I could help Kosovo and Serbia work out their differences. That didn't work, but I think all of us in the North Atlantic ought to be on guard for Russian involvement, because it's not just Ukraine. We know, obviously, the risk of simply incorporating Belarus at a stroke is still there. You've still got Russian forces in Moldova. That remains a frozen conflict. And just in the past year, we've all heard about Russian efforts in a number of NATO members and in former Yugoslavia to cause trouble. So a sound defeat for the Russian aggression in Ukraine is important, obviously, first for Ukraine, but it's important across Eastern and Central Europe, secondarily, and across the world after that. There's nobody following the conflict in Ukraine more closely than the people in Beijing. About the Robert Papa's come back on Serbia. Well, you answered that. You saw Russian influence there. 17 dhjetor. Duket që qeveria shqiptare funksionon si grup i strukturuar kriminal, ordiner. Çifti kryeministëror ngjason gjithmonë më shumë me çiftin Ceaușescu të Rumanisë. Asnjë shqiptar nuk uron që fundi të jetë i njëjtë. Por Rama, siç thot Berisha, ka 140 udhëtime me avion brenda një vit. Kur Spak i ka shkuar afër zyrës tij tek Lubia, sot janë publikuar mesazhe më tej se vulgariteti rrugaqëror, duke i vënë një epitet, jo thjesht pallosh, por shumë poshtrues. Ku e gjen forcën Lubia? Janë miliarda dollar të vjedhur, nuk janë miliona. Por ajo që ka ndodhur mbas mandat arresteve për kreun e Akshit, Karçanaj, 2 biznesmen janë ratisur. Kush i ka informuar? Natyrisht policia e Ramës. Është një grup i strukturuar kriminal që duhet të jemi realist, mbase si indicje kanë bërë edhe deklaratat e një pjesëtar të grupit strukturuar kriminal, Ametaj, i cili është në kërkim të azilit në Zvicër. Për Agasin, ai ka qenë i pari që ka folur. Madje ka gjasa që ai ka raportuar tek Yuri Kim për të gjitha këto që ndodhin sot. Ai ka kaluar Yuri Kim te shefët e saj në Washington. A ka qenë minimal interesi amerikan për të luftuar korrupsionin në administratën Biden dhe Blinken, sepse amerikanët dihet që nuk janë aq shumë të ndjeshëm tek korrupsioni. Ja kam thënë shembullin e Mubarakut, ose tani si po pajtohet me Lukashenko. Por ajo që ndodhi në Bullgari, mbas aksioneve të peskit, qeveria ra. Pra nuk janë aq Mehmet sa duket departamenti i Rubios Mehmet. Nga faktet e reja, grupi strukturuar kriminal ka përdorur policinë për të ushtruar dhunë ndaj pjesëmarrëve në tendera dhe kanë bërë pengmarrje, pra thjesht organizat mafioze. Ndaj nuk është rastësi që Washington Examiner nga shkrimi Rama si Noriega shkoj tek shteti mafios trafikant i Ramës, por a do të marrë një kalim të lirë nga Trump, pra këmbanat dhe topi ka ngelur tek shtëpia e Bardhë, tek njerëzit që janë rreth tij. Ende departamenti nuk po del haptas, por janë në dieni të gjithçkaje që ndodh. Fakti që zyrtarët amerikanë kanë ardhur dhe nuk e kanë përfillur
çiftin kryeministror kreun e grupit strukturuar kriminal, por kanë mbështetur SPAK në tregon qartë që interesat amerikane, siguria kombëtare është prekur nga Aruba. Edhe kjo një informacioni pjesëtar i grupit kriminal më parë Ametaj, i cili ka folur të paktën, për mua do të ishte kthyer në Shqipëri, por ka frikën se e vrasin, për të deponuar realisht. Pra ai mund të deponoj për dumanët, sepse ai di shumë. Kur shikon median shqiptare se si e mbrojnë Ramën dhe grupin e tij të strukturuar kriminal, madje dhe ish deputet PD-s që sot hiqen si analist, të vjen përshtirë. Por përsëri, përse nuk reagojnë shqiptarët? Janë të përshtirë dhe mediokër çifti strukturuar kriminal me miliarda dollar të vedhura të hapura kudo në parajsat fiskale, deri këtu në Manhattan. Rama deri tani ka dashur të shesi den që do të puthem me Kushnerin, me Ivankën, do të naftojnë në Mar-a-Lago, do të hymë në shtëpinë e bardhë, por shuplaka që një mediokër Kushner mori në Serbi, u detyrua të largohej mbasi 4 zyrtarë të lartë prokuroria serbe i ka ngritur akuza, e njëjta gjë duhet ndodhi në Shqipëri me këta që gatuan këtë shitje falës Sazanit. Meganigal po e heton Dumani, e ka pranuar. Duhet të jetojë dhe Sazani. Se pastrim galopant. Ndaj e kam thënë që Rama endet si futin e përshkretir për të shitur aksionet që ka të oligarkët e mëdhej. Ja thash dhe dje, oligarkët janë hetim dhe duhet dënohen. Dikush pas ka paguar, si thonë, $6 milion në Zvicër për Lubin, që nuk është asgjë. Miliona të tjerë, një oligark tjetër në Kanada, ku thuhet për Spiropalin. Pra, mbreti ka dalë akuriq. Kudo në Shqipëri. Donin shkëmbim tokës. With some territorial rectification, there might have been mutual recognition between Serbia and Kosovo, and an element of instability that remains from the former Yugoslavia could have been overcome. I don't see that happening in a Biden administration. Supported or did he support it? Rama, Albanian Prime. Kur I kam thënë se Rama ka thënë se I keni telefonuar, ambasadori më ka pranuar se Rama ishte dakord për shkëmbimin e tokave midis Serbisë dhe Kosovës. And that he thought that if Kosovo believed that as difficult as this was for Kosovo, if they could accept it, that that it would eliminate this source of conflict and instability. But he didn't want to, I think this is fair to say, he didn't want to interject himself into the middle of the debate. I'm sure he's asked that question by everybody. Yeah. And you know, if you're too specific, sometimes that has a negative impact on the discussions. So as I say, I think he was pretty much in the same place that I was trying to be. Ky shasokoj, ambasadori Bolton thoshte se Tony Blair kishte shkuar ta takonte në Washington duke kërkuar shkëmbimin e tokave me Serbisë dhe Kosovës. Discussions, obviously there was disagreement in both countries about the direction they were going in, and there was disagreement within Europe as well. And I think one of the reasons that I had spoken with Vučić earlier, I'd spoken with Tony Blair, I think one of the reasons they contacted me in the United States was that they didn't see the European Union was taking this anywhere. That there had been a lot of meetings and, you know, a lot of effort expended, but that the dispute had not, the positions had not changed in many, many years. And përsëri këtë javë, ambasadori ma përmendi Tony Blair, se ishte ai që kishte shkuar për të kërkuar shkëmbimin e tokave dhe europianët jo. Nga të gjithë dihet se Blair nuk është as serb, as shqiptar, por dihet që
paguhet si këshilltari i Ramës. Pra, ishte Rama ai që donte shkëmbimin e tokave midis Kosovës dhe Shqipërisë. A ishte kjo loja e Sorosit? Ambasadori do të thoshte se duhet tetuar më shumë ndaj Soros. Por para 2 javësh, ikona e mjedis konservatore amerikane Bill O'Reilly do më thoshte se Soros është një zuzar i dënuar në Francë dhe që manovron në SBA duke mbështetur të majtën ekstreme. Situation ruled by, I guess, oligarchs like him. You know, he doesn't want Albania here and Serbia there and Italy here and the USA there. He wants to break all that down. For a job you've done, sir. Well, thank you. Stay in touch then. Take care. My pleasure. Okay. Kudo në Shqipëri. Dhe ka drejt. Megjithatë, politika me Trump është tërësisht ndryshe nga çdo gjë se si mund të funksionojë një politikë. Jemi dakord, absolutisht. Në 2026, zoti Baba, çfarë do presim nga Donald Trump? Unë pres që administrata Trump t'i japë goditje korrupsionit Ramës. Kam shpresë sepse kjo është e ka mandatore, e ka detyrueshme me ligj nga akti i ri që ka kaluar dhe departamenti nga ato kontakte që ka me zyrën e zëdhënësit ka filluar të ndryshojë. Do të jenë aktiv, se deri tani ka qenë që departamenti nuk flet nëse nuk preken interesat financiare amerikane ose interesat e sigurisë kombëtare. SPAC nuk kontrollohet as nga kinezët, as nga rusët. Por para 3 ditëve ka pasur rreth 30 nga FBI dhe tjera që janë në Shqipëri. SPAC kontrollohet nga ata dhe metoda është shumë e thjeshtë, follow the money. Sepse një klasë e korruptuar në ato nivele është shqetësuese jo për ne, për mua, për ju që jetoni atje, por për vetë Amerikën, sepse Rama është ngatruar tek Sinaloa, tek trafiqet, dhe kur media amerikane zotëri të thot si Noriega, të thot shefi një shtetit mafios, ka ardhur koha në qoftë se i zgjuar të largohesh vetë. Ndryshe fundit do ta kesh të turpshëm dhe mua nuk më vjen mirë që kryeministri i një vendi tim paraqitet në këtë mënyrë. Konferenca e tij e fundit e shtypit ulur tregon që jo vetëm është i friksuar, por i dëshpëruar. Kam frikë të takoj një zyrtar në Shqipëri. Të gjithë korruptuar është e turpshme, me miliarda dollar vjedhur. Kudo në Shqipëri.